Rruga më e keqe? Po më keqe e ke sa duash. Po jo, më thuaj një pjesë ti kur i thua ti inxhinieri, jo çfarë them unë. Po shiko, vetë fakti për shembull se tani pjesë e rrugës e infrastrukturës janë edhe tunelet, vetë fakti që tuneli Murrizit, tuneli Llogaras, së brendshmi sa herë bie shi, fillojnë edhe kullojnë, dëmtohet betoni. Këtu kemi të bëjmë me çështje të sigurisë pastaj, jo thjesht të qëndrueshmërisë. Pra është komod apo jo të kalojmë. Ti po thuaj që tuneli i Llogaras nuk është i sigurt? Po sigurisht fakti që nuk është i sigurt? Dalë se po e thotë inxhinier, nuk po thotë deputeti i Partisë Lëvizja Bashkë. Atëherë le të më dalë një inxhinier dhe thotë që është fare normali që kur bie shi, shiu të bjerë brenda tunelit. Ti kalon tunel? S'kam kaluar ndonjëherë jo, nga i Llogaras jo. Po pse? Nga frikë, ke frikë? Po nuk është thjesht çështje frike, është çështje. Po jo, okay, frikë s'ke frikë se tani. Po pra, është çështje sigurie, pra, është çështje. Po pra, sigurie. Dhe prandaj përmenda si vepra të cilat do duhet të jenë në auditim. Inxhinieri i diplomuar në Universitetin e Manchesterit nuk kalon në tunelin e Llogaras se ka frikë. Nuk është çështje frike, po pra, do të nuk ke siguri. Nuk kam siguri. Po pra, ke frikë. Po, shiko, frika është relative, sepse ti mund të kesh frikë nga diçka. Fobi thotë. Jo, frikë nga diçka e panjohur. Dhe kjo është në natyrën njerëzore. Se çfarë mund të ndodhë aty? Po, profesioni i inxhinierit ka këtë karakteristikë që ajo që është e panjohur duhet vërtetuar, pra. Sepse ajo që na jep siguri, qoftë që të hypim në avion, qoftë që të kalojmë në tunel, janë pikërisht llogaritjet që ka bërë një inxhinier më parë. Tani vetë fakti që në tuneli kullon ujë së brendshmi dhe duket sikur ekziston potenciali që të dëmtohet struktura e tij, atëherë do thotë se nuk është i sigurt, ose nuk është i asaj sigurie që pretendojnë standardet. Çfarë rreziku mund të ketë aty? Po vetë uji pra mund të gryej, përveç se mund të ndrysh hekurin që është në beton, atëherë mund të gryej aktiviteti i ujit gradualisht pra e gryen betonin duke dobësuar strukturën e tij pra. Ky është rreziku më i madh. Po rruga e kombit si është? Po tani, rruga e kombit me gjithë ato problemet e veta është një rrugë e cila, le të themi, ishte domosdoshme për Shqipërinë. Për cilësinë pastaj mund të rrim këtu gjithë natën të flasim, po. Po për cilësi si është? Kështu e bashkoi Berisha Shqipërinë me Kosovën tani ta. Të t'ja japim atë tani se bëhet bët. Çfarë nuk e bët? Shiko, është një rrugë do thoya unë më e vështirë se sa pjesa e Kosovës, sepse vetë morfologjia le të themi e Kosovës është në zonë fushore kodrinore dhe kështu që ndërkohë që e dukshëm më saktë pa qenë inxhinier. Pikërisht pra. Ndërsa kjo në Shqipëri do duhet të kalojë nëpërmjet maleve dhe kështu që do thoya përgjithsisht është brenda standardeve. Për mendimin tim fakti që aty është vendosur trau dhe duhet që të paguhet, që të merren disa shërbime që në fund ditës nuk merren, se siç e kemi thënë. Ky është pastaj pikëvështrimi marksist socialdemokrat. Ky është pikëvështrimi i çdo qytetari thjesht të Shqipërisë që her pas here ma ngrësi problematikë dhe thotë, shiko, pse duhet vazhdojmë të paguajmë te trau. Si dole me universitetin në Manchester? Me studimet? Mirë. Çfarë vlerësimi morë? Po aty ka një vlerësim, një renditje tjetër, nuk është e di si është. Çështje nota. Si dole ti? Po 2-1 quhet, nuk e di. Po pse u ktheve në Shqipëri atë kur mori një diplomë të mirë, një universitet i rankuar? Ka dy shkaqe kryesore, domethënë për të qenë i sinqert, në radhë parë s'duhet haruar që unë u diplomova vitin 2009 në vitin 2008 ishte kriza e madhe financiare globale, si thua, kështu që në 2009 ishte kulmi i efekteve të saj sa i përket shkurtimit vendeve të punës në gjitha sektorët. Unë për më tepër nuk kisha, pra isha me pasaportë shqiptare dhe nuk kisha të drejtë, duhet një procedurë më e gjatë dhe mendova që po kthehem përkohësisht në Shqipëri edhe për shkak se prindrit e mi janë të profesionit të ndërtimit të arkitekturës dhe mund të merrja një eksperiencë profesionale ndoshta disi më të shpejtë me synimin gjithmonë për të u rikthyer. Po arsyeja e dytë që më mbajti në vend është pikërisht angazhimi politik, do thoya. Fakti që në ngjarjet që rodhen, sidomos në ngjarjet e viteve 2011-2012 në botën perëndimore, le të themi, për shkak të pakënaqësisë akumuluar, edhe unë e gjeta veten të përfshirë në tonë një farë mënyrë dhe kur do të përfshihesh politikisht, jo në termat politikës elektorale, po të jesh aktiv në shoqëri, bën shumë sens që këtë gjë ta bësh në vendin tënd, se sa diku në një shtet huaj. Kështu që kjo në një farë mënyrë angazhimi im me Lëvizjen Bashkë me pak fjalë më mbajti mbërthyer në Shqipëri. Je zgënjur ndonjëherë kështu që kur ke ardhur, thotë, "Ika bëra gabim që u ktheva." Jo, se kam pas asnjëherë këtë ide sepse pikërisht është procesi i të qenit aktiv dhe i angazhuar
për të rezistuar ndonjëherë, për të kundërshtuar një sër padrejtësisht që i bën shoqërisë, që jep kuptim në fund ditës në farë mënyrë edhe kthimit tim, edhe jetës time, shumë më shumë se sa thjesht mendoj unë profesioni i dikujt i cili mund të jetë shqiptar që punon në një vend huaj dhe që është i arrirë profesionalisht, por që nuk e ka këtë aspektin e aktivizmit social. Mendoj se është një komponente jashtëzakonisht shumë e rëndësishme, si thua, e identitetit tim dhe që i jep kuptim jetës time, pra. Okej me Partitë Socialiste, po me Partinë Demokratike s'na the një fjalë. Mendoj se Partia Demokratike është një parti e cila tashmë në farë mënyrë është po aq e korruptuar, po aq e atrofizuar së brendshmi. Pse e korruptuar? Shiko, vetë lideri i tyre Sali Berisha është një person i cili mban mbi shpinë një të shkuar mjaft e errët dhe një sër, si thua, padrejtësisht dhe të këqija që i ka bërë këtij vendi, që do duhet detyrimisht që ai të mos ishte më në politikën aktive, veçse nga pozita e tij unë e mirë kuptoj, që dua të them që fakti që u përball me drejtësinë, fakti që ju mor vula e partisë, dhe që ai gjithsesi ja doli mban që nëpërmjet bazës vetë elektorale ta merrte në dorë partinë, është e kuptueshme që ai të mos e lëshoj më derisa të ketë jetë edhe biologjike, jo më politike. Veçse kjo prania e tij situash, jo vetëm që e ka kapur vetë Partinë Demokratike për të mos dalë dot jashtë këtyre kontureve, po edhe mbar politikën shqiptare, siç e thash pak më parë, pra, sepse sa më shumë delegitimohet Rama, aq më pak konsiderohet si opcion i mundshëm Sali Berisha. Unë besoj se Sali Berisha kurrë s'ka për të qenë ndonjëherë më kryeministër i këtij vendi, po sidoqoftë është komod në pozitën e partisë më të madhe opozitare për hir të influencave të tij, fakti që ka qenë ndikur në pushtet dhe që njerëzit në farë mënyrë ja din për nder disa. Tani më bën përshtypje që edhe në qeveri ka shumë të diplomuar jashtë. Edhe në Partinë Demokratike ka shumë diplomuar jashtë. Edhe ju jeni diplomuar jashtë. E them edhe mes kolegësh, po edhe të ftuarit shpesh këtu zoti Muçi, që partitë politike që u krijuan mbas vitit 1990, me të vërtetë nuk e dinin ç'ishte demokracia. Por niveli i tyre intelektual dhe atë që pas kanë bërë i bie që kanë qenë më demokrat, fjala vjen ata Fatos Nano, Ylli Bufi, Neritan Ceka, e të tjerë figura që kishin një lloj niveli intelektual dhe nuk mohohet, se sa ju të rinjt sot. Dhe kur them ju të rinjt, unë i bëj bashkë se tani të kesh një diplom, po themi në një universitet prestigjioz, edhe në Partinë Socialiste ka plot. Zonja Spirapali ka qenë një nga studentet ose edhe gjimnaziste nga më të mirët në Tiranë, besoj ti e di këtë, e ke këtë informacion. Apo dhe të arsimuar të tjerë, dhe në Partinë Demokratike ka plot atje të arsimuar dhe diplomuar jashtë. Tani, si ka mundësi më ju të rinjt jeni më pak demokrat, si nuk është një i diplomuar jashtë i lirë? Po shko pra, unë mendoj se nuk është thjesht çështje e të rinjve. Unë mendoj se në Lëvizjen Bashkë ne jemi një strukturë tejet demokratike, përmenda edhe më parë që jemi ndër vite kemi traditën e vendimarrjes nëpërmjet votës, sa herë që ka le themi mendime ndryshme dhe ka shpesh mendime ndryshme brenda nesh. Dhe mendoj se mekanizmi i votës po flas për atë që deri tani dështuat me sukses. Një deputet keni më. Jo, nuk është dështim, është fakti që hym në kuvend, nga momenti që sishim në kuvend, mendoj se është sukses dhe është hap përpara. Po pavarësisht sa i përket të rinjve, do të thoya diçka. Që të gjitha që janë të rinj të diplomuar, që i nënshtrohen diktatit të qoftë Edi Ramës, qoftë Sali Berishës brenda dy partive kryesore, mendoj se për ta, pavarësisht nivelit tyre intelektual, që nuk do ta vënë diskutim, po që për ta është thjesht një zgjedhje profesionale. Pra është një lloj marrëveshje që ata bëjnë me faktin që do t'i nënshtrohen linjës së partisë për përfitime profesionale, personale, e nuk e diçka tjetër. Pra i nënshtrohen këtij rregulli të mirë përcaktuar nga dy liderat, le themi, të vjetër të partive, të vjetra, për qëllimet e tyre, ndërkohë që shumë kush, po them ndonjëherë, që është në Lëvizjen Bashkë ka zgjedhur të mos i nënshtrohet këtij rregulli, sepse ndoshta edhe ne fare mirë mund të ishim pozicionuar nëpër partitë e mëdha, dhe të japim model të ri, të përpiqemi që të bindim shoqërinë shqiptare që ka nevojë për një ndryshim dhe për një model tjetër, i cili nuk është, si thua, partitokraci. Kemi të bëjmë me një qasje demokratike brenda partisë që më pas duhet reflektuar edhe në mënyrën se si qeveriset vendi edhe mbar shoqëria, pra nga aspekti demokratik duhet të. Kështu që nuk është thjesht çështje të rinjsh apo të vjetësh, intelektualesh ose jo,
është edhe çështje e atrofizimit që kanë pësuar partitë e vjetra politike pra. Ju jeni i pasur? Relativisht do thoya që jam, si thua, në klasë mesme, por edhe për shkak të kontributit dhe të ardhurave të prindërve të mi, besoj se ndoshta jam edhe një çik më mirë se sa dikush që e fiton, le të themi, jetesën thjesht përmes profesionit vet. Tani edhe marksist edhe i pasur? Po, nuk ka ndonjë kontradiktë. S'ka kontradiktë? Jo, marksizmi është një ide, pra që duhet të jetë shoqëria dhe nuk është thjesht çështje e marksizmit, po thashë socialdemokracisë. Ndërkohë që të ardhurat në një kontekst caktuar social, nuk mendoj se pra qasja jo nuk është qasja e Jezu Krishtit, që të duash të varfrit, siç thoshte Jezu Krishti, duhet të ecësh vetë zbathur. Në një shoqëri moderne mendoj se pavarësisht të ardhurave personale. Sa bukur, kështu thoshte Jezu Krishti, ëh? Po kështu thoshte. Të duash të varfrit, duhet të ecësh vetë zbathur. Po sigurisht thoshte duhet të mohosh lidhjet e tua fisnore, duhet të mohosh prindrit e tu, shumë shka tjetër do të jesh ndjekësi im, thoshte. Dhe ai sigurisht ecte vetë i pari zbathur dhe thoshte që të hyjë një i pasur në parajs duhet është si ajo devej kalon devrima e gjilpërës. Tani Arlind Qori në intervistë ka thënë që edhe rrogun që të bëhet marrë deputeti paguon një kot të maj me për shifrën që thoshte ai. Ju e pagoni këtë kvotën për partinë? Unë vazhdoj të ruaj, le të themi, atë pagë që merja që kur isha pedagog. Dhe atë pagë merr këtë. Pjesën tjetër të pagës e kthej. Ja jep partisë. Ja jep sigurisht Lëvizjes Bashkë. Mos më shpend tani. Tani rroga ju si deputet është, në mos gaboj, diku 3 milion, 3.1-2 nuk varet nga. Dhe pastaj ato tjerat benefitet e tjera jo, nafta jo, makina jo. Jo, gjitha bashkë, pra rroga bazë mos gaboj është 2.2 milion dhe pastaj bashkë me komisionet edhe nuk e di ca tjera dieta. Dhe ti nga këto i çon parti? Po sigurisht që i çojmë parti sepse nuk të thotë ti ke krijuar familje, ke familje. Po, bashkëtoj, nuk kam fëmijë ende, po gjithsesi nuk është çështja aty. Ti bashkëtoj, po nuk të thotë bashkëtuesore. U të shmendet ti, për çaj deputet, si leket në shtëpi? Jo, sepse unë në radhë parë Lëvizja Bashkë është një grupim njerëzish ku gjithsecili jep kontributin maksimal që mund t'jap, edhe nga pikpamja financiare, sipas vullnetit gjithsecilit, po ama gjithsekush jep kontributin e vet, dhe përderisa është Lëvizja Bashkë ajo që mua ma dha mundësinë ta përfaqësoj në kuvent dhe me këtë përfaqësim vjen edhe një shtim i caktuar i rrogës, atëherë unë zgjedh të ruaj rrogën që merja kur isha pedagog dhe para se sa të hyja kësaj pune dhe pjesën tjetër të çaj deputeti. Ajo partnerja mund ta bësh publike partnerën tënde? Po publike është partnerja në kuptim. Nuk e di, jo, nuk e di. Kush është partnerja juaj? Partnerja ime është një aktiviste e Lëvizjes Bashkë. E Lëvizjes Bashkë. Kush nga ato në rrezik duhet ta kemi intervistuar ndonjëherë? Nuk besoj. Kush si quhet Flavia Osmani. Po ndoshta unë se bëj do të lidhim, po patjetër që duhet të ketë në pjesën e ndoshta, nuk e di. Je dashuruar aty me Flavën në parti? Po në parti. Do pas ka lidhur partia domethënë. E bukur kjo, shumë e bukur, shumë e bukur kjo. Na ka lidhur aktivizmi sepse jemi një orë para se sa të bëshim parti, kështu që. Kam një pyetje tani, jemi në fund të përpara kemi zgjedhjet lokale që madje Partia Socialiste i ka ndezur motorët. Çfarë synimesh ka Partia Lëvizja Bashkë? Ne synojmë të garojmë në sa më shumë qarqe të jetë e mundur, mundësisht në 12 qarqet kryesore si thua. Dhe gjithsesi ju nuk keni garuar me sa di unë në të gjitha në zgjedhjet lokale. Në 2023 garuam vetëm në Tiranë. Po pra, tani do garoni në të gjitha. Po shpresojmë shumë që të arrijmë të ngrem struktura të fuqishme, si thua, për të përfaqësuar në mënyrë dinjitoze, do thoja unë, pra në të 12 qarqet e vendit. Dhe që jam i bindur që në zgjedhjet e 2027 do dalim me një rezultat të dinjitoz, me përfaqësim qoftë në Këshillat Bashkiake. Çfarë thon dinjitoz? Çfarë synimi keni? Synojmë të kemi përfaqësues mundësisht në Këshillat Bashkiake. Sot keni sa përfaqësues keni? Sot aktualisht kemi vetëm një përfaqësues në Tiranë. Na një keni, të kapusi shpirtin e një në Këshill Bashkiak, një në parlament. 2023 ne kishim vetëm 2 muaj parti. Hymë në zgjedhje dhe përfaqësuam Këshillin Bashkiak. Tani kemi 2 vjet parti dhe përfaqësohemi në kuvent. Kush do të kandidat për Tiranën? Arlindi që ishte Arlindi u vendos te pjesëmet që nuk u bën. Përmes një proces demokratik brenda. Po që nuk u bën. Nuk që nuk u bën. Apo mbetet në fuqi ajo. Po besoj se ngelet në fuqi sepse atëherë Arlind Qori kandidati i parë për zgjedhjet 2027-s. Dhe një do ta ridiskutojmë megjithatë fakti që ishte në po më lër kështu të lër si lajm tani as këtë nuk do më japësh. Arlind Qori kandidati i parë për zgjedhjet e 2027-s. Tani
Kam një pyetje tjetër për ta mbyllur fare. Mandati juaj si deputet ti vetë nuk do kandidosh për një bashkim, se Jo, s'ka kuptim. do ti do jesh në parlament. Unë do doja shumë që sa më parë të kishim zgjedhje parakoshme, që të mbyllej sa më parë. Pse u çmend Rama, thotë, çot mëngjes Rama thotë me qenë djali i diplomuar në Manchester, do të thak shumë po ikën. Pse i ka 83 vota? Sigurisht nuk i intereson, po mendoj fort që nëse do kishim zgjedhje parakoshme, lëvizje bashkë do përfaqësojnë kuvendin e Shqipërisë shumë herë më fort dhe shumë herë më mirë se sa në. Pse duhet të besojmë nëse kështu thatë edhe për 2025-ën? Do të bëjmë namën, do ta përmbylsim, do të bëjmë këtë, do të heqim 12, edhe mordi deputet. Thamë që do marrim 71 mandate, domethënë. Ne thamë që përfaqësohemi. Jo, 71 tha i tjetër aty nga partitë e vogla, po. Po ju thatë do bëni namin thonë. Ne besoj se jemi në rrugën e dur për të bindur popullin shqiptar për të bërë ndryshimin. Pastaj është në dorën e popullit nëse nami në thonjzës që thu ti do bëhet më herët apo më vonë. Tani dhe e fundit fare, nëse një ditë do bëheshe kryeminist, ç'është ishte ajo gjë që duhet ta bëhe dhe të mbetej? Atëre, do doja shumë që të ndryshoja, le të themi, mënyrën e orientimit të ekonomisë shqiptare drejt një ekonomie prodhuese dhe jo thjesht të turizmit, të spekulimeve me ndërtime, sepse besoj se nga ky moment pastaj vijnë ndikohet edhe skema e pensioneve, edhe mirëqenia e përgjithshme e vendit, rritet edhe mirëqenia e klasës mesme dhe shtohet klasa mesme. Dhe ndoshta gjatë tjetër e rëndësishme do ishte mirë mbrojtja, le të themi, e duhur e të drejtave në vendin e punës. Jo vetëm të punëtorëve të krahut, por edhe të punëtorëve të mendjes. Ma bëre si fjalim, unë thash, domethënë, po e përmbledh unë, po e them çik shumë në mënyrë gazetarese. Nëse ti bësh kryeministër, gjën parë që do bësh, do merresh me bujqësinë, domethënë të prodhohet në ar. Jo. Në industrinë prodhuese e kanë fjalën, sidomos në industrinë e rënd prodhuese, po edhe të mallrave, të ushqimeve. Do ndërtosh një kombinat? Patjetër, sigurisht që duhet. Çfarë kombinati? Po minimalisht duhet një rafineri nafte, përderisa Shqipëria është një vend që ka naftë. Nëse ti bësh kryeminist, do ndërtosh një rafineri nafte? Ne duhet që të shfrytëzojmë maksimalisht si shoqëri ato të mira që kemi. Me këto 36 vjet sa lekë janë vjedhur këtu, do ishin bërë 100 rafineri apo? Po mirë, mund të thoja edhe që gjë e parë që s'do vjedh. Po nëse flasim për një vizion, do duhet të ndryshojmë qasjen. Jo flas që ti, nëse bësh kryeminist, jo s'është e bukur kjo. Nëse ti bësh kryeminist, ti do ndërtosh patjetër një rafineri nafte. Po dakord, e pranoj dhe. Jo, po dakord, e thua ti, jo unë. Në atë që thash më pak më parë. Bukur kjo. Ja, është premtimi i bukur kjo. Po mendoj që nëse ti vë kandidaturën për kryeministër se bukur e thatë që ky vend që i ka të naftë, ajo nuk është cilësia e zakonshme, po rafinimi i saj mund sjellin produkt padyshim. Me të cilët kanë punuar, brezi baballarëve tanë me atë naftë kanë ecur. Padyshim që po. Okej. Të falenderoj shumë dhe shpresoj që të kem dhe herë të tjera se diskutuam gjëra interesante. Parasi se ishte kështu hard talk, siç i thoni ju në Manchester. Jo, më pëlqen kjo hard talk sepse shpesh dalin pika, më thënë që ndoshta ne politikanët i stërzgjasim çik, po ti i thua me një pikë dhe del thelbi. Faleminderit. Kënaqësi.